Pas presionit Bashkimit Evropian, lidhur me kapitullin 27 mjedisi e territori, Kryeministri Edi Rama nisi një aksion për ndalimin e ndërtimeve pa leje dhe mbrojtjen e territorit nga shkatrimi. Prishje me listë klienteliste në Lals dhe Kepi Rodonit, asnjë prishje te objektet e të fortëve. Sipas një liste që nuk prek klientët dhe miqtë e tij, Edi Rama urdhëroi Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit prishin disa objekte në Tiranë, Kavaj, Durrës, Vlorë dhe Saran. Por nuk prishi asnjë pallat, asnjë kull, asnjë vilë resort pa leje, të ndërtuara nga oligarkët, trafikantët dhe zyrtarët e pushtetit lokale qendror, sidomos në zonën Lalës, Sheta e Kepi Rodonit dhe Golem, ku nuk u prekën objektet pa leje të visit të pojës dhe familjarëve, ortakëve e avokatëve të tyre. Kur foli për rrafshimin e ndërtimeve pa leje, Kryeministri Edi Rama tha se qeveria ka hartuar një listë të zezë me emrat e personave që kanë ndërtuar pa leje, të cilëve do të bllokohen punimet, do të prishen objektet dhe nuk do t'u jepet leje ndërtimi minimalisht për 5 vite. Sipas tij, qeveria e ka bërë listën e zezë të ndërtuesve pa leje, por nuk publikon emrat e tyre, duke thënë se është dokument për përdorim të brendshëm. Pyetja që i bëjmë kryeministrit është kjo: a janë futur në listën e zezë të ndërtimeve pa leje Pëllumb Salillari, Ilir Trebicka, Bashkim Ulaj Gjergj, Luca Julian Morina, Andrea Çaushi që ka zaptuar kanalin e Lëkursit në Sarandë? A janë futur Roland Ziu, Arben Muçobega i Sarandës dhe disa trafikante killer të lidhur me të si kryeministër, me Olsin, Gazdemin, Fidel Yllin dhe me ministrat, deputete kryebashkiak? Ta persona, policia, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit i kanë konstatuar disa herë duke ndërtuar kulla, vila, pallate, resorte pa leje në Tiranë e Bregdet, por edhe duke shkelur projektet me shtim katësh dhe zgjerim sipërfaqesh ndërtimi mbi toka shteti e plazhe. Vetë Edi Rama ka publikuar disa raste dhe ka urdhëruar vendosje gjobash e konfiskime, por fakti që u jep leje dhe i lejon të vazhdojë ndërtimet dëshmon se nuk i ka futur në listën e zezë. 3 akte normative në një ditë, demagogji për të mashtruar BE-n. Më datë 1 tetor 2025, Babloku firmosi 3 akte normative për kontrollin dhe disiplinimin e ndërtimeve, planifikimin dhe inspektim mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme. Pasi Edi Rama prej 12 vitesh lejoi dhe mbështeti me vendime qeverie betonizimin e Tiranës dhe Bregdetit, duke shqyer territorin me leje e pa leje, miratoi 3 akte normative brenda një dite. Me këto akte ai po tenton të mashtrojë Komisionin Evropian, lidhur me negocimet për kapitullin 27, mjedisi dhe territori. Sikur Gjoja ka vendosur të shpëtojë vendin nga shkatrimi, kur zona e pyllëzuar përgjatë Bregdetit Velipoj Ksamil është dukur dhe betonizuar. Madje pallate e vila janë ndërtuar edhe brenda zonës së parkut të Butrintit, me leje të ndërtimit të investitor strategjike Shqipëri 1 euro, që i ka dhënë vetë kryeministri Edi Rama, por edhe me ndërtimet paligjshme të lejuara dhe legalizuara prej tij.